por thash Bellova me jetëgjatësinë e tij, 70 vite, në koment, është vështirë të numëroj. 70 vjet. 70 vite, nga vitet 50, kur ka filluar në Dinamos dhe Partizanit, deri në vitin 1000, deri kur ishte 82 vjeç, i kanë bërë intervistën e fundit në një ndeshje derbi mes Tiranës dhe Partizanit në stadiumin Erel Benja, ku ka qenë dhe Mojsiu. Okej, Mojsi, ç'a mësuat nga Bellova i madh ju, gjenerata tjetër që erdhet? Për mua nga jo gjenerat të përgatitur nga shkolla Bellova, kemi mbetur vetëm 3-4 veta, unë Fatmir Neri, Bujar Qesja, Sektir Kikia. Të tjerët janë mbas vitit 90. Të dëfrimi do shtoja këtë, që Bellova ka një volum pune më të madh se Andon Mazreku. Nga përllogëritit e bëra, deri në 2019, në 13 vjetor, në derbin e kryeqytetit, Partizani Tirana, Bellova arrin rreth 9.000 transmetime, shkrime, kronika sportive dhe bashkëpunime për futbollin. 9.000? Në gjithë jetën. Ka botuar dhe 3 libra. Po. Një libër lidhet me historinë e portierëve të mëdhenj të Shqipërisë, ku ka folur edhe për Qemal Voglin. Ja i sekond, Mojsi, ja i sekond që ta përhapim edhe do të pyes prap. Ka botuar edhe 3 libra. Njëri dedikohet portierëve të mëdhenj të Shqipërisë. Ka folur për Qemal Voglin, për Pelat Musten dhe për Jani Kaçin. Një libër tjetër i dedikohet sportit Dibran, ishte shumë i lidhur me Dibrën. Po për e ke edhe nga Dibra. Ka lindur Bellova në Dibër apo në Tiranë? Bellova ka lindur në Tiranë, por familja e tij janë gjithë Dibran. Bellova është një nga vëllezërit, që janë shumë vëllezër në familjen Bellova, edhe pse ka mbiemrin Bellova, mund të ketë historinë e lashtë, por në fakt e kanë nga Do Shishti, një fshat i madh në Dibër, por që kanë jetuar në Tiranë. Mbaj mend që më tregonte në emision, më thoshte Shisja Vez, se isha shumë i varfër, thotë isha 12 vjeç, Shisja Vez në stadium, edhe herën e parë pash një Spartakian, si tani e pash sot intervistën në YouTube, që ishte në Sport VIP, edhe tregonte domethënë se si u dashuruar për herë të parë për sportin, edhe magjia e sportit e mori me vete. Çelmeta është ai zëri që nuk do humbi kurrë. Do të thoya këtë gjë që e dëgjoj ndeshjen në radio në komentimin e të madhit Bellova dhe kur diskutonin me të tjerë thonë unë isha në stadium, pra aq gjallë si të aq natyrishëm e sillte ndeshjen, edhe po mos ishte pjesë. Po flasim edhe për vite për 50-60 që niveli këtu i arsimimit, emancipimit të vendit nuk ka qenë i tillë. Dhe ai prandaj merr edhe vlerën më të madhe Zhupa. Ai ka pas një hapësi të veçantë që ai e lexonte ndeshjen si një trajner futbolli. E lexonte jashtëzakonisht mirë dhe ai përcillte emocionin ke njerëzit të cilët e dëgjonin në radio, përcillte njësoj sikur ata ishin në stadium. Dhe kjo pasaj, domethënë, i jepte emocione edhe atyre dëgjuesve. Jo, do të thoja çik, domethënë, nuk ishte e lehtë në ato vite që të kishte një fjalor kaq të pasur, mënyrën e të shprehurit shqip. Shumë njerëz, unë ta thash, ai është domethënë në sport është enciklopedi, do të thotë që ai merrte domethënë nga të gjitha tirazhet e çdo informacioni të futbollit, voleybollit, basketbollit, ishte për të gjitha, ishte jashtëzakonisht i përgatitur. Jo. Shumë njerëz që shikonin ndeshjen në televizor dhe e dëgjonin me radio. Po pse kishin qejf që ta dëgjonin? Sepse ngjyrimi që i jepte. Pikërisht para ritmi që kishte gjatë një transmetimi, ngjyrimi që i jepte. Po pra, më thoshte atëherë në emision që domethënë i harrova, nuk i shënoja më ndeshjet tani se u filloi emisioni nga njëra ndeshje në tjetrën dhe nuk i shënoja më ndeshjet sepse atëherë transmetonin 90 minuta. Merr mend ç'a mushkëri e doje. Mushkëri Kali që transmetoi 90 minuta i ndeshjet futbolli. Jashtë profesionit kishte edhe një vlerë njerëzore, unë mbaj mend shumë njerëz që vinin sikur ai ishte deputet i zonës, për shembull, për të zgjidhur hallet, për të futur njerëzin në punë, për t'u dhënë hyrje, për t'u dhënë. Aq kredibilitet kishte. Deri këtu. Kam qenë shpesh në shtëpinë e tij kur vinin njerëz dhe vinin për hallet e tyre dhe ai u jepte letra në ato kohë. Zoti shoku, ka qenë atëherë shoku filani për shembull, ma ndihmo filani, e kupton, dhe i sistemonte me shkolla, me arsim, me punë, me gjitha. Dhe u bë natyrisht një figurë jashtëzakonisht popullore. Po, Zhupa. Komunikim njerëzor ka qenë, domethënë, absolut. Domethënë, po tulesh me profesorin Smetin në tavolinë dhe të bizedoje, jo vetëm për temën e futbollit ose për sportit, por edhe për tema tjera, ishte jashtëzakonisht njëri që i argumentonte gjërat dhe njëri që i binte, domethënë. Ka pasur akses, domethënë, në nivelet më të larta, duke filluar nga niveli i qeverisë nga kryeministri president deri ke njerëzit më të thjeshtë. Çto dhe një merit tjetër që ai nuk ka futbollin, ka komentuar të gjitha sportet. Edhe not, mundje, peshngritje,
Gjitha i ka komentuar. Mojsi, e ke njohur nga hafër që të them pak çfarë bënte të veçantë, çfarë bënte ajo karakteristika që me ju brezin e ri të gazetarëve ju mësonte ABC-n e këtij profesioni. Kështu që jo. Unë basi kam ardhur në Tiranë, që nga 78 deri në 80 kam punuar si bashkëpunëtor në rubrikë sportive në Radio Tirana. Erdha në ekonomi në Tiranë dhe ai më shtyti që unë të transmetoja drejt për së drejti ndeshjet e kampionatit midis fakulteteve në Universitetin e Tiranës në Radio Studenti. Atëre me fakultetin luanin Ben Minga në ekonomikun, ku unë mësoja. Qim Muqa luante me inxhinieri, Artur Çobani luante me juridikun. Dhe transmitimet e para të ndeshjeve në kujdesin e profesorit Smetit, unë i kam bërë në Radio Studenti për 4 vjetë. Ai ka ardhur fshehurazi në qytet Studenti dhe dëgjonte si transmetoja unë. Kishte një mikun e tij nga Dibra, mentor Bonguri, që vazhdonte për inxhinieri. Kishte vajtë edhe me tij dhe dëgjonte Radio Studenti. Unë kam shkruar kujtime me profesorin Smetit. Jam munduar që t'i jetë ato, t'i jetë në letër, t'i shkruaj. Profesori Smeti, për ne radiokronistë e ri, i të shumë këshilla. Mirë. Ndërto ishë, fjalla duhet jetë e topi. Fjalla duhet jetë e topi. Radiokronistë duhet të mbaj regjim. Nuk duhet të hanë gjëra të ngurta. Natyrisht duhet këtë sa më shumë lëngje në trupin e tia. Radiokronistit duhet të rëgohet të për i kujdeshëm, të zgjedhi fjallet, të mbaj mend emrat e lojtarëve, të jetë shumë i përqendruar rreth veprimeve që bën e tjera. Mojsi, të falenderoj shumë për këtë lidhje. Faleminderit shumë dhe juve. Dhe bashkarisht të gjithë kemi humbur një njeri të shtrenjtë, një koleg nderuar, babai gazetarisë sportive, mikrofonit sportiv. Kështu është jeta. Të falenderoj për këtë lidhje në Megasport aty si në Mojsi Dalipi. Si është puna e gjeneratave? Do me thënë, futen generatat tëra që bëjnë një hap të jashtëzakonshëm në media, në gazetari, sepse atëherë radio ishte teknologjia më e lartë, dhe tani janë futur gjitha me radhë, tani çfarë nxjerrim. Po atëherë ishte shumë e vështirë që ta bëj këtë. Po mundohem ta mbaj dhe pak jashtë normales dhe programacionet që kishim për sot, por bellova e meriton. Çfarë mund të themi, domethënë Suti Metasani e shprehu më mirë, ka qenë më afër ti dhe në kohët e fundit, por mjafton të flasësh me një person që ka ndjekur futbollin në Shqipëri dhe nëse do fillohet tek momenti shakas apo humorit, direkt nuk ka njëri që nuk e imiton zërin e Zotit Bellova, domethënë, nuk gjen dikën që nuk ja di timbrin e zërit. Në çdo vend, domethënë imitimi në çdo vend ka qenë shumë e thjeshtë. Edhe kur shkon të blende një paket, ka qenë ato paketat Partizani. E ja bënte çfarë dëshironi shoku Ismet? Shitja? Partizani 2 e shkrep se një... Mirë, se pasaj kishte... Që thoja profesor, kishte shumë gjëra. Janë marrë dafrin me, ke parasysh? Kishte shumë gjëra që njerëzit dhe Isajoni këta. Po dhe ngjason të se realisht ai paka shumë edhe e bënte në kuptimin kur kërkonte diçka. Edhe librat. Për shemb, më jep pa 2 paketa ose kështu. Mënyra si e thoshte. Edhe në çdo moment ishte domethënë kishte edhe ajo me Ilmetani që qenë perle. Ka pas shumë isme. Sa ka pas Zhuba? Ka pasur për shumë, po unë atë që do të them është që ai ka pasur një memorie shumë të fortë, sidomos edhe me emrat e futbollistëve. Këtë desha të them. Jo, ka qenë domethënë mund të them perl domethënë për sa i përket profesorit Smeti, sepse i mante mend edhe emrat e brezave të ndryshëm. Ishte në çdo ndeshje, nuk bënte asnjë gabim ortografik për sa i përket emrave të futbollistëve. Në ditë si sot Zhuba, në ditë si sot. Janë kujtime gjitha, prandaj dua një gjë të bukur të frymëtosh. Ndoshta për ta mbyllur se do ju keni kohën televizive. Luante Partizani me skuadër të bullgare. Para shumë vitesh ishte Refik Resmia Golçunusi më i mirë i Shqipërisë, që ka vendos rekordin me 56 gola në Shqipëri, në një kampionat. Edhe përballë tash kishte një aksion personal Resmia
Eci shmangu njërin, shmangu dhe po e komenton dhe isme, shmangu, kanë ngritur një kryevepër, kanë ndërtuar një kryevepër, ta. Del për balë portierit, gjuan një, mos ta, grisi kryevepërën, ta. Shumë e bukur, e grisi. Po si ishte i futbolist që thoshte, ku diun, je lojtari me numër 10, i dobet në fush, i dobet në jetë. Nuk e di emrin, se maj mend. Po, se kuj e ngacmonte mbrapa një pallati, edhe profesori tha këtë shprehjen e famshme që ashtu pa emrin nuk e mbaj mend. Okej, ishte fantastike, sepse kishte edhe humorin, ta ishin çuna të rinj nga ngacmonin. E ban mend emrin, po s'don ta thuash. Jo, nuk e mbaj mend, megjithatë duhet të jemi